Dhjetra gazetarë të mediave në Kosovë kanë protestuar përpara ndërtesës së kuvendit kundër miratimit të kodit të ri penal, i cili detyron punonësit dhe përfaqësuesit e mediave të zbulojnë burimet e tyre nëse një gjë të tillë e kërkon gjykata, dhe në raste të tjera mund të ndiqen dhe penalisht. Nëse ligji dekretohet, i pari që penalizohet me burg është Kastrioti Ahaj, i cili është përballur me një padi civile në gjykatën e Prishtinës disa javë më parë dhe është detyruar nga kjo gjykatë të zbulojë burimin e tij, gjë të cilin ai ka refuzuar ta bëjë. Sikur ky kod i ri penal të ishte në fuqi para 2 apo 3 javë kur jam përballë në gjykatë me padicin, atëherë unë kisha me rreziku burgun për shkak se nuk e kam tregu burimin. Ose në kundërtën, nëse kisha tregu, atëherë burimi që më ka dhënë informacione kishte pas me u përballë me gjykatën. Shoqatat e gazetarëve kanë kërkuar edhe ndihmën e presidentes së Kosovës si dhe të ndërkombëtarëve për të hequr nga kodi penal dënimet për gazetarët. Deputetët e Parlamentit të Kosovës, duke munduar që ta cenojnë lirinë e shtypit me anë të një vote, e kanë tërpruar veten dhe nuk e kanë fundosur lirinë e shtypit, sepse gjithmonë do të ketë njerëz që do të vazhdojnë të flasin lirshëm, të shkruajnë lirshëm, të raportojnë lirshëm. Demokracia bryshe që ekziston në Kosovë ka tendencë që të shndrohet në regjim ku çdo gjë duhet të përballet me frikën dhe kjo është pjesë e asaj që edhe gazetarët dhe media të futen në një kontroll të tillë të rreth. Kodi i ri detyron gazetarët që në rast të veprave penale të bëjnë të ditur burimin e tyre, në të kundërt, autori i informacionit është penalisht përgjegjës nëse vepra penale është kryer përmes publikimit të lajmit në gazetë.